Përshëndetje, që ku lindi Adea, e dija se çfarë do të ishte tatuazhi im i parë. Kisha parë shumë ide, po më pëlqeu më shumë të bëja kemën e saj. Dilema ime më e madhe ishte se ku do ta bëja tatuazhin. Kisha 3 vende, në Kuriz, në Gjoks ose në Parakra. Më pëlqeu më shumë ideja në Parakra. Këtu kjo vajza po i merr gjurmën e kemës, pritën të mbushte 2 muaj sepse desha të ishte masia fikse kemës, plus që nuk mund ta bënte para 2 muajsh se nuk lejohesh kjo boja. E marrim në A4 edhe vendosim kompjuter për ta printuar. Midis tatuazhit do shkruheshin dhe emrat e saj. Vajza ime ka 2 emra, Adea Elizabeth, dhe këtu zgjedh mënyrën e shkrimit, plus poshtë do ishte dhe datëlindja e saj. Vendi ndodhet në Rrethimno, personi ishte shumë profesional edhe çmimet ishin shumë të arsyeshme. Këtu ulem edhe përgatitem për të bërë tatuazhin tim të parë. Kisha pak ankth, si gjithmonë kur bën diçka të parë ke atë ankthin. Por vajza ime më kapi gishtin dhe më dha atë fuqinë që kisha nevojë. Nuk kisha frikë, dhe sigurisht nuk të dhem fare, mos e vrisni vendin. Thjesht ndjen atë bezdisjen që durohet, domethënë, nuk ka asnjë lloj problemi. Shihemi herës tjetër kur do bëj tatuazhin e vajzës së djalit tjetër. Do ta bashkangjis që të duket në formë fluture. Vetëm bëjmë në Photoshopin për 2 muaj. Kjo është eksperienca ime me tatuazhin tim të parë. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim.